Nesër ne kemi dy ndeshjet historike më të rëndësishme që kemi luajtur ndonjëherë. Përveç atyre që kur kemi qenë në këto kompeticionet siç është në Evropian. Por jashtë Evropianit, nesër ne kemi dy ndeshjet historike më të rëndësishme që kanë ndodhur ndonjëherë. Një kemi në Slovaki, më duket, unë kam kujtuar se është në Sloveni. Në Slovaki e kemi një vend që se njeh Kosovën, pra që nuk i don shqiptarët, ose që mund të doj, por kanë lidhje dhe polesa për slavë të vetë serbët. Edhe një në Poloni po e njëjta gjë. Ne kemi dy ndeshjet më të rëndësishme. Edhe janë të dyja në një orë. Duke qenë se janë të dyja në një orë, na e vështirëson jashtëzakonisht këtë shohim përpara. Kë mundim ne me pa më përpara. Edhe për këtë arsye, unë ju lutem juve, miqt e shokët e mi, që kaloni përmes kësaj vitje qoftë rastësisht, në qoftë se e dini, se kush kanal televiziv ritransmeton cilën ndeshje, mas i kanë shfaqet në atë orë që fillon, që të dim se ku të shohim ndeshjen e dytë, çfarë do ndeshje të parë të shohim, të dim të shohim ndeshjen e dytë, në çfarë kush transmeton çfarë. Është shumë e vështirë se kemë zgjell. Unë për vete mendoj që lojë më e vështirë është në Poloni, se Polonia është tradicionalisht më skuadrë më e fortë se sa Slovakia. Por kam frikë se lojë më të bukur do të shohim, po të shohim Kosovë-Slovaki. Edhe unë nuk e di se ka do të shoh përpara, megjithse kam vendosur çfarë do të shoh përpara. Unë do të shoh përpara ndeshjen që mund të fitojmë ose mund të humbim. Edhe do të loj për dytë ndeshjen që e kemi të sigurt që fitojmë. Pse? Sepse ndeshjen që humbim unë s'kam qejf ta shikoj. Kështu që për këtë arsye, unë për vete kam zgjedhur të shikoj direkt Shqipërinë. Pse zgjedh të shoh Shqipërinë? Kam zgjedhur të shoh Shqipërinë thjesht se kam frikë, uroj me gjithë zemër, do të lumturohem pafund, por kam frikë se është 50-50 thëmë ne, gjys për gjys, 50-50, që kualifikohemi ose ja, që fitojmë ose ja. Një do fitoj, s'ka barazim. Me Kosovën jam i sigurt që Fesnik Aslani, Muriqi edhe Zhegrova do të shkëlqejnë në sulm. Kam besim që do fitojmë, edhe kështu që e shoh ndeshjen kur do që të ritransmetohet, se e shoh me qejf që kemi fituar me Kosovën. Kurse po të humb Shqipëria me Poloninë nuk do kem qejf ta shikoj. Kështu që po e shoh Poloninë dhe Shqipërinë, unë do e shoh të parë nesër, edhe duhet të më tregoni se nuk mund shoh dy ndeshje në një herë. Unë duhet të përqendrohem. Kam qejf të shikoj çdo lloj prekje topi, çdo lloj lëvizje, çdo lloj gjest, çdo lloj gjoje që mundem, çdo lloj ndërhyrje të arbitrit. Duhet ta shijoj me çdo porë, me çdo qëliz. Edhe nuk mund të shijoj në qoftë se edhe njëri flet. Ne grumëlloheshim. Kë shtëpia na grumëllon të driti. Driti është vllai vogël, s'ka qef sportin ai shumë, më shumë se unë. Mirë po kanë ju do vetëm kënaqet që grumëllohemi, se ka me e fare kë sporti dhe kanë ju flet, se do muhabet. Edhe më shkatron të sportin. Më shkatron të se unë nuk du as miza. Asë miza s'ka. Këtu ku jemi, po as mizët flëdërojnë në për erë. Kur shoh futboll, kur shoh kombëtaren, edhe kur kombëtare e lun mirë. Pra,
tha myllë të telefon, du vlezër e motrat më tregoni kur çdo nga ju që e din, se në çorë ritransmetohet dhe kush kanal e ritransmeton ndeshjen Kosovë Slovaki nesër, se po më bëjnë telefon do e myll shpejt, për arsye se jam i sigurt 99% që do fitojmë me Slovakin, uroj do Zoti që fitojmë edhe me Shqipërinë. Unë kam dy ngjyrat të Kosovës për sipër edhe të kuqen e kombëtares për mrena. Unë për vete e mendoj kështu, që kombëtarja është, kështu e kam pa gjithmonë, është të gjithëve, edhe shumica e lojtarëve të kombëtares janë nga trevat e tona të jashtë kufive. Kryesisht në Kosovë, kapitenin e kemi nga, desha them nga Serbia, nga Përsheva, sot dhe Serbia është e jonja, kemi lojtarë të lindë në Greqi, ne jemi Ballkanës, kombëtarja është e gjithë shqiptarëve, pra kombëtarja jonë, skuadra Kuqëzi është e gjithë shqiptarëve. Kosova është e jona, e Derdanëve. Unë kënaqem për si Sami Gjoka që e shoh atë gjuhën me kujdes, me nuanca, më dhem shpirti, kur gjë shqiptarë që thonë janë vëllezërit të tonë, për Derdanët, për shqiptarët në Kosovë. Mu më dhem shpirti, edhe pse, mirë që thonë aq, po mu më shkatron. Pse më shkatron? Se janë vëllezërit të tonë, nuk më kënaq fjala kosovaret, Derdanët. Pra shqiptarët e Kosovës janë vëllezërit e tanë. Më përgjysmon, më vret shpirtin, e bën de facto ndarjen shpirtërore. Neve në kanë vu kufit, ose ndaj është një lloj. Për shembull ti jem unë me një lap nga Vlora, edhe një tropojan apo kuksion nga Hasi, o Hasian ose kuksion, edhe të themi që Elbasansit janë vëllezërit e tonë. Vëllezërit e kujt, ne jemi një. Vëllezërit e tonë. Unë nuk mund të them, as po t'jem për shembull me Ymer Nurkën, që Leonara Buçinca është motra jonë. As me Lean po t'jem, nuk mund të them që Ymer Nurka është vlla jonë. Se ndajmë një grup kundrejt një tjetri. Ne jemi një, unë kështu e shoh. Unë nuk shoh këta janë vëllezërit e tonë, se s'mund të them as drenicarëve po t'jem me drenicaret që ato nga Korça apo nga Saranda janë vëllezërit e tonë, as atyre nga Saranda po t'jem ato në një tavolinë, të them që ato nga Mitrovica janë vëllezërit e tonë. Nuk mund të ndaj, jemi një. Unë nuk e shoh ndarjen, se pastaj bëjmë edhe ndarjen shpirtërore. Ne kemi ndarje kufish, ndarje territoriale. Po jo se kemi ndarje shpirtërore, dhe kur fillojmë dhe bëhemi ne një grup i veçantë, ne që jemi një shtet, edhe ato që janë në shtetin tjetër të Kosovës, një grup i veçantë, atëherë themi ato janë vëllezërit e tonë, ato janë matrit e tona. Por më kjo më vret se unë nuk e shoh ndarjen shpirtërisht, unë e shoh kombin kudo një. Edhe zgjedh nesër të shoh Shqipërinë përpara, për arsye se kam frikë se po pash Kosovën përpara, edhe Kosova do fitoj, nuk do mund të shoh Shqipërinë që ose humbë. Pra kam më shumë besim që Kosova do na kënaq, do fitoj, dhe po fitoj unë e shoh një lloj, edhe mas 10 vjetëve, edhe mas 20 vjetëve. Kështu që vëllezër e motra, ju lutem tregoni kush e di nga ju, se në çfarë do ritransmetohet nesër ndeshja Kosovë-Slovaki, masi të ketë marrë kjo ndeshja e Polonisë-Shqipërisë, që po patën një shije të jidhet se humbim të kënaqemi me Kosovën, pastaj me si thonë mëlsina vjen fund, edhe nëse kemi fituar të vazhdojmë gëzimin edhe më shumë. Sami Gjoka ju përshëndet, fitore do Zoti inshallah nesër, shpresoj që në sulm nesër të shohim lojtarët që kemi, se shpresoj mund zgjatet shumë. Edhe kam besim që Silvinje do t'i fus nesër lojtarët e sulmit gjithë, nuk do t'ja prish qefin as kujt, sepse do ketë dhe zëvendësime, edhe Muçin, edhe Mehmetin që po shkëlqejnë dhe kanë qenë lonë mazdore. Do t'i shohim lojë nesër, kam besim, edhe
o zunin e brojen kam besim që do I shohim. Hoxhën natyrisht, edhe them që nuk e di se sa zëvendësime, po them që do I shoh. Unë kam qejf të shoh gjithë edhe Yasir Hasanin, por t'japin më të mirën. Pra du të shoh gjithë lojtarët e mirë që kemi. Edhe po më vjen mirë që ish kapiteni Hysaj e ka thonë të qartë që nuk jam në gjendje të luaj krejt lojën, por do t'jap më të mirën, shumë pëlqejnë lojtarët, që pranojnë dobësinë e vet, edhe t'japin ai ka eksperiencë, ka përvojë, sa ndeshjet fundit ka luajtur shumë mirë, në Evropiana shkatroi neve ai, por në qoftë se është I vetëdijshëm, edhe na krijon se kemi Balliun edhe Ismailin që s'po I shohim në fushë, që janë të shkëlqyeshëm e s'dim këtë kënaqim përpara, Berisha me Doni nuk është. Edhe një gjë që nuk ja fal kësaj federatës është largimi I Ertrit Berishës në mënyrë të pahishme. Ai që ka qenë ndoshta mas Larik Canës qendra e kombëtares, po largohet pa bujë, pa nder, duhet me domos në një ndeshje të madhe të ketë të paktën 5 minuta dhe të thuhet mirupafshim Berishës madh. Bojnë gabime federata, bëjnë gabime shumë. Por sa është koha sot për kritika, sot unë du t'ju lutem juve kushdo që të ketë mundësinë në datë këtu në faqen time poshtë kësaj video, në datë që në privat më tregoj se ku mund ta shoh unë ndeshjen Kosovë-Slovaki të ritransmetuar, masi të shoh nesër direkt Poloni-Shqipëri. Sami Gjoka ju përshëndet edhe herë, fitore nesër kur do të shef ndeshjen.